Tepër që duket që këto janë zgjedhje që do diskutojnë gjatë, sepse kanë prodhuar një rezultat të rëndësishëm dhe të thellë, gjithashtu kanë prodhuar edhe një rezultat që mund të jetë ndoshta i fundit i këtij tranzicioni shqiptar. Ndoshta Shqipëria në zgjedhjet e tjera nuk do jetë më një vend tranzicion ndoshta. Do debatohen. Lidhje me raportin, me që dëgjum ka gjatë dhe raportin, do të them që nuk ishte asnjë gjë të re nga raportet e kaluara, sikur se thatë ju me shumë të drejtë. Sigurisht ky është raport paraprak, është i përhershëm, bëhet gjithmonë një ditë pas zgjedhjeve. Edhe merret, siç e thanë vetë njerëzit e OSBE-ut Dirit, edhe drejtoresha Glover, merren kryesisht me mënyrën se si ka shkuar procesi i votimit, pra sjellja e qytetarëve, sjellja e komisionerëve, atmosfera e përgjithshme dhe mënyra se si media gjatë fushatës ka trajtuar subjektet dhe aktorët kryesorë politik. Edhe u thanë gjëra që ja thënë gjithmonë, që votimet ishin të qeta relativisht, pa probleme, votoi lirisht, komisionerët nuk kishin ai. Për çfarë